Përdoreni këtë maskë me aspirinë dhe zhdukni rrudhat brenda ditës. Të gjithë ne përdorim aspirina ose të paktën e kemi ditur në shtëpinë tonë së bashku me barna të tjera. Aspirina përdoret kryesisht kur kemi dhimbje koke, temperaturë ethe ose simptoma të tjera. Njihet edhe për efektet lehtësuese kundër dhimbjeve. Disa madje e përdorin për të lehtësuar problemet e qarkullimit të zemrës e të tjera. Në këtë video do të rëndisim dy maska të jashtëzakonshme për fytyrën që ndihmojnë në eliminimin e rrudhave dhe shkëlqimin e fytyrës që përbërësin kryesor kanë aspirinën. Maska me limon dhe aspirinë. Përbërësit që u duhen janë 3 tableta aspirinë, 3 lugje dhe lëng limoni. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Shtypni lehtë aspirinën dhe më pas e përzjeni me lëngun e limonit derisa të formohet masë homogjene. Pasi të përgatisni këtë maskë, vendosni në fytyrë dhe e lini për 10 minuta. Nëse jeni alergjik, përdoreni me kujdes. Maska me aspirinë dhe mjalt dhe kos mund të përdoret si ajo e para dhe gjithashtu rezultatet që do t'jap janë fantastike për lëkurën tuaj.